Tri beteja që kanë me vendos fituesin sonte. Kush po menoni ju se i fiton ato? Fituesi nuk ka me u vendos veç prej Messi dhe Yamal, se janë edhe një 20 lojtarë tjerë në fush. Plus ata në bankën rrezik. Beteja e parë ka me kon kontrolli i Spanjës kundër rikthimeve të Argentinës. Spanja nuk ka asnjëherë në disavantazh dhe ka pranu vetëm një gol. E Argentina në prej 19 gollave të fundit i ka shënu pas minutës së 75. Rodri kundër krejt mes fushës të Argentinës. E di që është edhe Pedri edhe Ruizi, po me 648 pasime, Rodri është arsyeja pse Spanja e kontrollon lojën. E Argentina pritet me ndalë Rodrin me fizik, presion edhe faulla taktik. Messi kundër kohës dhe mbrojtjes së Spanjës. 39 vjeçar, 8 golla, 4 asistime dhe i përfshir në 63% të golave të Argentinës. Spanja ka me kërku finalen me kontroll. E Argentina me kaos, rikthime e me Messi. Nisa e di që ka me shku lug, por ka me ka një finale fantastike. Kush po menoni ju se fiton?